Si pas njoftimeve të medjave, del se jashtë dhanë Kolegjit Europian në Tiranë në përdorim apo në pronësi, këtë askush nuk e din. Megjithatë, falëndërhyrjes së fuqishme të Prokurisë Publike Europiane dhe Olaf, qëndrimi ligjor ndaj Lubi Ballukut dhe Lubi Mogherinit është i ndryshëm, nuk është i njëjtë. Në Bruksel, Prokuria Publike e Bashkimit Evropiane dhe Prokuria Belge arrestuan Federica Mogherinin dhe bashkëpunëtorët e saj, mbasi atyre ju hoq imuniteti në përputhje me ligjin nga autoritetet kompetente të Bashkimit Evropian. Drejtësia nuk u pengua, kurse në Shqipëri, pas kërcënimit direkt nga Ramaduro, i prokurorit të dosjes Balluku, ai në vend të arrestimit kërkoi pezullimin nga detyra të Lubi Ballukut. Dallimi në këtë skandal thellohet edhe më shumë, sepse në një rast unik në historinë e botës, kryeministri i Shqipërisë shndroi kryeministrinë në zyrën e avokatisë të korrupturës Balluku për shkak të implikimit të tij direkt, siç faktojnë me dhjetra mesazhe në dosjen Balluku që ai ka dërguar vet Lubis dhe Erviz Berberit për tenderin e tunelit të Llogaras. Rama vet paditi në gjykatë kushtetuese në emër të qeverisë vendimin e gjykatës speciale për pezullimin e Ballukut me pretendimin absurd se është vendim antikushtetues që nuk ka ndodhur kurrë në Europë apo në botë. Edi Rama ndërmori këtë akt të pashemullt pas kërcënimeve që mori vet direkt nga Lubia në takimin shtatorsh në kryeministri, në të cilin ajo përmendi urdhrat me mesazhe që Rama i kishte dërguar edhe Berberit për të shpallë fitues tenderin e tunelit të Llogaras, për tenderin e tunelit të Llogaras kompaninë turke me ofertë 190 milion euro dhe jo kompaninë me ofertë 140 milion euro, e cila në fakt e ndërtoi tunelin, sepse po me porosi trams, u zgjodh si nën kontraktore në kundërshtim me ligjin nga kompania fituese e tenderit. Tani, jashtë out of record, ka pas një skenë që u deu rrëfej sot në takimin shtatorsh. Rama ka thirrë për dëshmitar Uluziu. Tek diskutonin, më fani, po e përfundoj këtë dhe pastaj që mos e ndërpresim për efektet të qytetarëve. Kështu pra, në rastin e Lubi Ballukut, Rama denonson pezullimin e saj nga gjykata speciale si antikushtetues, anti-europian dhe në mbrojtjes të saj i atribon Komisionit Venecias opinione që ai kur nuk i ka dhënë. Miq, dosja Rama Mogherini duket se është shumë më e rëndë se dosja e Bryzhit.